Viti 2026 është viti shpresës madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është viti në cilin ata do bashkohen si kur më parë për t'i bërë funeralin organizacë kriminale që quhet Rilinja dhe kryesohet nga Edi Rama. Do bashkohen si kur më parë për të shpëtuar demokracinë shqiptare, rikthimin e votës lirë, për të shpëtuar familjen shqiptare nga një ligj shkatrimtar për gjininë dhe familjen, për të shpëtuar Shqipërinë nga rrokullisja e saj e madhe. Pra, këtë vit, çdo shqiptar që e don këtë vend, e fillon si misionar, e fillon në lartësitë e një misioni të madh shpëtimtar. Ndaj dhe unë dua, sonte t'ju uroj ju, gëzuar kudo që ndodhini, një vit të mbarë, lartësinë e shpresave dhe pritshmërive tuaja, gëzuar. Ka qenë urimi i liderit Partisë Demokratike Berisha për ndrimin e viteve për të gjithë.